Kroni Pula me këngën Fruta Perime shpallur fituese e edicionit të 63 të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë. Artistja re rrëmbeu çmimin e madh për kategorinë junior dhe pritet përfaqësoj Shqipërinë në Junior Fest 2025 që do të mbahet në dhjetor në Gjeorgji. Po sigurisht, mendova që s'do fitoja, do isha çmimi i dytë, por tashi që e bëra këngën, ndjem shumë mirë edhe jam shumë kënaqur. Kujt ja dedikon fitore? Unë ja dedikoj gjyshit tim që ka ikur në qiell tani, edhe e dua shumë. Dhe të përfaqësosh Shqipërinë në festivalin European Junior. E pret me emocione? Po, shumë. Me zërë po pres. Festivali i fëmijëve, një ngjarje e rëndësishme kulturore e zhvilluar në Shkodër, konsiderohet pjesë e trashëgimisë shpirtërore të qytetit. Ndjem e vogël, mbi të gjitha, ndjem e vogël më kthehen kujtimet më të bukura të jetës time. Ky festival më ka rritur, ky festival më mësoi skenën, më mësoi emocionin, më mësoi të konkuroja dhe janë bresa të pashlyera. Sot vërtet unë ndjeva shumë emocionuar se kam vite që nuk kam ardhur. Madje do thoja që është era parë që jam e ftuar do thoja në zhuri të këtij festivali dhe në momentin që mu bë kjo ftesë vrakova për të ardhur, për arsye se Shkodrën e kam në zemër, këtë festival e kam në zemër. Unë jam i kënaqur që jam prapë në Shkodër. E dyta festivali ishte shumë i bukur. Ishte rujt cilësia e këngës për fëmijë sipas traditës dhe mbi të gjitha entuziazmi i fëmijëve dhe këngëtarët ishin të lavdërueshëm. Në dy netet e para garuan 29 pjesëmarrës të kategorive të vegjël dhe junior. Mes të vegjëlve çmimi i parë shkoi për Maria Kalajën dhe këngën Ja çfarë bëri bubim, çmimi i dytë Drini Trishtin me këngën Dua dhe çmimi i tretë për Aiden Ballën me Do lejleku akullore. Nga të rriturit fituese e çmimit të dytë ishte Ea Zoga me këngën Mirësi, ndërsa çmimi i tretë shkoi për Prishila Pukën si një fishek zjarr. Sigurisht që është vlerë e shtume dhe vetë pjesëmarrja e këngës fituese në Junior Fest, por sigurisht që ky festival ka pas gjithmonë vlera dhe asnjëherë nuk i humb këto vlera. Punën më të madhe në këtë pjesë, sigurisht që e bën kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia me mësuesit e saj, sepse vlen përmendet dhe të falenderoj përzemërsisht prindërit që na kanë mbështetur, sepse janë 2 muaj intensiv, se festivali fillon përgatitje shumë herët, por të mendosh që të vish çdo ditë, ti presësh, ti sjellsh fëmijë dhe ti presësh, për mua është sakrificë nga secili prind. Dhe nuk ka si me shku ndryshe, ku mbështetja, bërthama ose zemreku i këtij festivalit janë vetëm kori. Sigurisht edhe solistat janë pjesë e suksesit të këtij festivali. Mu pa që jemi shumë, një vetëm për çmimin, më mjafton që mu marrë koca e kujtimit jeta, e cila ka lind në një prej këtyre festivaleve që ne kemi bërë prej 30 e ca vjeç që unë pak të bëj skenografinë e këtij festivali. Shteti në përgjithësi duhet të kuptojë që festivali i fëmijëve nuk është kurrë një festival komerci. Është një festival që sigurisht promovon vlera, që vën në garë krijuesit e rritur, që le të themi bëhet trampolin për të zbuluar talentet e reja dhe për t'i çuar ato më tej në skenë, por mbi të gjitha është një skenë edukative dhe si e tillë është detyrë institucionale që ta çojë këtë përpara. Çmimet e mëdha u ndan nga sopranoja Imva Mula, këngëtarja shkodrane Myfare Telaze ndau 3 çmime për zërat e rritur me stil të këtij edicioni, që shkuan për Tara Fejzullahun, Estin Kurtin dhe Nivis Sulishtin.